E di që nuk u lodhe kur duke më prit mua për gjithçka, por as unë nuk u lodha kur duke zbutur gjithë kopshtin zoologjik brenda teje dhe të bëj njëri. Të dua dhe të dua derisa frymat më ndal dhe burri im të na vras. Të papritura. Të papritura. Si zgjodhe të hapje kështu e papari, Po, dramatik. Më pëlqeu si histori që ajo për Shën Valentin në vend që të shkruante burrit një letër, i shkruajti të dashurit, në thonjza dashnorit. Qartazi tregon se këdo. Më shumë. Jo më shumë, këdo në të vërtetë. Këdo. Tani për të futur drejtë në temë, historia sot është super interesante. Do kemi në telefon Alesian, vajzën që ju e pat që kishte dërguar letrën në episodin e kaluar. Alesia ka 12 vite që është e martuar dhe 6 vite që është në një marrëdhënie paralele. Pra, ka njëkohësisht dhe të dashur, ta zbusim që gjuhën, Ka një të dashur. Dhe është shumë interesante se ne gjithmonë kemi folur për tradhtinë e meshkujve. Tradhtinë e meshkujve. Do flasim si tradhton një femër. Ua, sa të këqija jeni ju që s'e kapni dot. Dhe përpara se të kalojmë te telefonata, un kam një pyetje për ju. Po. Nëse ju një ditë do tradhtonit. E dim që jeni kundër, nuk jeni tipa që tradhtoni, por nëse ti si vajzë një ditë do tradhtoje, çfarë do të çonte ty deri te tradhtia? Tradhtia ti. As nuk e mendoj. Të më thoni, jo, është shumë e vështirë ta me tradhtia. Po ti më ngli? Ndoshta ku ai do ishte që nëse do tradhtoja ndonjëherë që s'do ta bëj, nëse e bëj më merrni zvarr. Por nëse do ta bëja, mendoj do ishte tradhti nga ana emocionale, pra do ndihesha ndoshta e lën pas dore emocionalisht, do të thënë si e harruar. Vetëm në këtë do ishte. Patjetër, e themi prapë jemi kundër, dhe nuk mendoj se do ta bënim asnjëherë, por jemi kundër tradhtisë, jemi kundër tradhtisë. Por unë mendoj që arsyeja kryesore që të çon ty si femër deri te tradhtia është absolutisht shkëputja emocionale që ti ke nga, domethënë nuk ndihesh e parë sin, që është ai. Domethënë nuk ndihesh më e vlerësuar. Ke parasysh të mungojnë ato. Nuk të merr më për të dalë, të merr për të mirë qenë. Koha vetëm me ju të dy. Koha që ju kalon bashkë. E vërtet, për shembull, un po shoh Desperate Housewives dhe Gabi tradhtoi Carlosin kur ai ishte gjithkohës në punë dhe nuk kishte gjithkohës me udhtime me punë dhe nuk gjete kohë të vinte në shtëpi. Dhe ajo ishte vetëm dhe tradhtoi me kopshtarin. Kjo nuk quhet, gjithmonë me kopshtarin tradhtohet. Po kjo nuk quhet sepse ai po punonte për atë sa ajo nis kimo bet tjetër. Nuk është ky rasti, nuk po themi pse ai punon 4 punë për ne, edhe unë ta tradhtoj se është në shtëpi, po themi kur ai nuk është i përfshirë emocionalisht. Qëndron dhe kjo. Carlosi Lea ti ku është. Gjithsesi është shumë interesante sepse ne në të gjithë episodet e pamanualit kemi trajtuar tradhtin, por gjithmonë nga këndvështrimi i vajzës për partnerin e saj. Dhe asnjëherë nuk e kemi trajtuar tradhtin që bëjnë vajzat, gratë, kundrejt partnerëve të tyre. Kështu që sot Alesia në telefon, regjia të lutem, do na tregoj këndvështrimin e saj. Alesia, hi. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë, si jeni ju bëta? Mirë, si je ti? Mos u bëj turp shpretanimi, se folëm, nuk je ka që turp shpret as duhet. Po, mundoj. Tani. Jam shumë serioze. Serioze. Da tregosh pak si nisi e gjithë kjo njohja jote. Atëherë. Si nisi, ishte një fazë jetës time që unë kishte stakuar mendjen, isha kështu në botën time të rahatisë, domethënë, ndërkohë që në familje nuk është se ishin gjërat aq në rregull, por që jo se kisha përsy për të kërkuar diçka tjetër ose për të parë diçka tjetër dhe në ditëlindjen e shoqes time. Mbas disa ditësh domethënë vendosëm më në fund të dilnim se s'po gjenim interesin. Edhe atje te kafja vjen ky bandilli. Bën një xhiro një herë vërdall. Edhe tash se binte pak në sy, domethënë se është i lezetshëm me pak fjalë. Edhe pas po jo se më bëri atë klikun e parë. Kupton, thjesht e pash një person që po shikonte ashtu nga xhami i makinës, uli xhami, po shifte brenda nga lokale dhe okay, bëri edhe një xhiro tjetër, pastaj pash që parkoi dhe erdhi, po kishte edhe bluzën e hoodit kështu veshur në kokë, sportiv domethënë ashtu rri, pothuajse gjithmonë. Ti dashke një bad boy. Po, s'mund ta them ashtu, është serioz, thjesht është pak kështu.
Edhe ç'bën ky shoku, vjen, futet brenda aty te kafja dhe vjen, po domethënë unë isha përballë, ne më sakt, ishim përballë tavolinës që kishte gjithë pamjen e lokalit. Edhe vjen brenda dhe nga momenti që hyn te dera vjen aty te tavolina ngjitur, po ishte diku te 100 metra diferencë, distanca domethënë. Edhe vjen drejt për drejt, që të dukej sikur do të vinë në tavolinë dhe më kapi një kështu, thash po ky. Edhe po shifte edhe në sy, domethënë shumë keq. Edhe vjen te tavolina ngjitur, si përfundim merr një karrike dhe shkon ulet tek shokët e tij, domethënë që kishte ngjitur. Edhe si përfundim kur vjen në shtëpi, unë shoh që më kishte ardhur në telefon, në Messenger, më kishte ardhur një mesazh tek mesazhet e tjera. E futem unë e shoh, nuk e njoh as fillim, zakonisht i fshi, nuk është se i hap. Edhe pastaj shkruaj bën ca pikë pyetje kështu, si zakonisht akoma i ka ato pikë pyetje, kur si kthem përgjigje. I hapa mesazhet, domethënë pash dhe u futa në profil, e njofa, nejse më, edhe nuk është se mora diçka serioze, më bëri çudi si më gjeti, më tha se si më gjeti, domethënë kish pyetur çunat, nuk është se mua nuk është se mifte, njëri kishin njoh atë shoqen time, por dhe atë nga ana e burrit, domethënë. Sepse njëri nga ata kishte burrin e saj, edhe u ishte futur ky miku tek like-ët, edhe atje më kishte gjetur tek like-ët e fotot. Larg, që ka munduar goxha. Është diçka që do e bëja unë. Deri në këtë nivel do shkoja. Që na është interesuar sa ka shkuar te likes. Okej. Po, absolutisht. Do të thënë ai ka hyrë tek faqja e burrit të shoqes tënde. Ka gjetur shoqen tënde, pas ka gjetur ty. Te like-et. Tek like-et e burrit saj, domethënë se ç'kishin ata se unë e kisha, domethënë i kisha, ose fotot që kishin me tag të dy, domethënë. Ne kisha bërë dhe unë like, domethënë. Jo, po ta dini, nëse do të gjente, do të gjente. Po fiks, më bëri shumë çudi dhe tani që unë e di karakterin e tij që s'ka shans të bëj ai kështu gjërash, është shumë serioz. Më bën çudi si e bëri atë gjë, duke njohur me kaq vite domethënë. Dhe ç'a ndodhi pastaj, si filluat që të flisnit? Sepse ti je e martuar ndërkohë. Po, unë kam me të fëmijë. Okej, ishte, domethënë, nuk është se ishte kjo pjesa që nuk do të bezdis, do ngel midis nesh ande këtej, po nuk është se më bën të shumë përshtypje, po gjithsesi tashmë se po flas kështu, e kupton? Thjesht dal ku dal, po jo se mendova se do arrinim këtu ku kemi arritur. Edhe mbas disa kohësh tani të them fiks, nuk e mbaj mend kur jemi takuar, domethënë nuk e mbaj mend mbas sa kohësh, se po. Edhe kështu vazhdoi, fillimi ishte një çik i vështirë, se ishte kjo pjesa që ishte çik, nuk është se ishte ky tipi që është tani, domethënë kaq serioz edhe kështu. Ishte pak i lëvizur, si ta them, nuk ta shpjegoj më qartë. Por që nuk është se, edhe unë nuk është se jam xheloze që t'ja thosha, ose kështu ta ndaloja, ose se i dilte shumë natë, sidomos nëpër klabe, nëpër këto kazinot edhe kështu, edhe thjesht mua nuk më pëlqente kjo gjë. E kuptoj dhe filloj po pra i të njohu ty, e dinte që ti ishe e martuar dhe më fëmijë, pra ti a the këtë gjën aty? Po patjetër, unë Facebookun e kisha me foto familjare. Edhe prap? Pas të tentuar. Po, nuk e kështu, nuk i bëri fare. Ju she çado. Njeriu she nga 3 persona, një she vetëm një. Po sa bukur fisi. Po sa bukur vllai. Nipi besoj. Ndoshta nipi. E bëjmë ne çfarë duam, thoj. Pa? Kështu, domethënë, edhe kështu vazhdoi, domethënë, edhe kështu pa kuptuar, kaluan vitet, por që jemi shumë okej, bëjmë shumë për njëri tjetrin, sidomos ai njëherë bën shumë mbas meje. Është personi vetëm në kaq vite të jetës time, që mund të them që i kam besuar jo me duart në zjarr, po e gjitha kë me kokë, edhe nuk më ka dhënë kurrë, domethënë ndonjë shkak ose diçka që të them prit se mos ndoshta më gënjen. Se jam me pak kurioze si Po. Po si funksionon, domethënë, a keni ju të drejtë jeni xheloz për njëri tjetrin, në marr parasysh situatën tënde, pra bëhet ai xheloz për burrin tënd për shembull, edhe ti të bësh xheloz për femra të tjera, si funksionon? Shiko, ai nuk është futur kurrë, jo se ja kam kërkuar unë, po nuk është futur kurrë në pjesën time familjare, kurrë.
Madje edhe kur kemi qenë bashkë ndonjëherë që s'kam hap telefonin, më ka thënë hape, e kupton? Se okay, jam ndjer siklet, s'mund të them. Por që nuk është bërë kurrë xheloz brenda shtëpisë time për asgjë më të vogël, madje përkundra, domethënë më thotë që kujdes mos lër veten që të kuptosh e kështu domethënë. Kurse unë nuk më ka lënë vend për të bërë xheloze, nuk e di, unë kam harruar të jem xheloze të drejtën. A mund të ketë një lidhje tjetër apo ju jeni ekskluziv, sepse ai e di që ti je martuar. Kupton? Pra, apo ju jeni ekskluziv, ti nuk je ekskluziv se ti gja e ke një raport tjetër, pavarësisht se ndjenjat ti thua që nuk janë aty, po ai mund të ketë një raport tjetër, sepse ti the që ai është dhe më i vogël se ty. Po, është 4 vite më i vogël se mua. 4 vite. Por, po, mos më shani. Jo, është... Në fillim nuk më ka treguar që është i vogël. Si gjithmonë. Okej, se nuk të lë të kuptosh që është i vogël, do të thënë nga që është i bëshëm. Në panelin ton mosha nuk ka rëndësi. E kemi diskutuar dhe këtë pjesën që ai të ketë diçka tjetër. Ai më ka thënë që nuk do, se dhe nëse do donte, nuk do vazhdonte me mua, do vazhdonte diçka tjetër dhe më thotë që s'më mungon asgjë, se ne frekuentojmë shumë shpesh, kupton? Sa shpesh? Po, ndoshta edhe për dita, varet si kemi mundësit, po jemi shumë shpesh. Ju dili çdo ditë, domethënë takoni çdo ditë fshehur asgjë? Po thuajse po, çdo ditë, por nuk është e përditshme, kupton? Ka raste që mund të rrim deri një javë. Tani në mendjen time, sidomos gjatë verës, po është e përditshme. Në mendjen time ka vetëm një gjë. Un jam një person që vdes për filma romantik. Edhe ka dhe shumë situata të si ka mundësi që ai nuk të ka ardhur kur të thotë për shembull lej gjitha, lej hajde me mua, arratisemi ne të dy kundër botës, me që qenka kaq. Shiko, ne në fillim e kemi nuk më shikoni, po më dëgjoni, nejse më. E kemi diskutuar në fillim, i kemi ndarë këto gjëra, domethënë që unë i kam thënë që s'ka shans, që unë kam gjërat familjen time, nuk është se është ai shkaku nëse do ndodhi diçka. I kam thënë që unë familjen për ty nuk ka shans ta lë, edhe nuk ka shans të jemi të dy bashkë. E kupton? Pra ai nuk ka kundërshtuar asnjëherë. Jo, nuk ka kundërshtuar. Por përkundra, si nuk është se i pëlqen kjo pjesa prishës familje, sepse vjen nga një familje e divorcuar dhe e ka vrarë shumë vetë si fëmijë kjo pjesa, edhe përjeton shumë, domethënë. Edhe ky është problemi tia. Problemi tia është fëmia im, domethënë më shumë, që mos ta përjetoj siç e ka përjetuar ai. Çfarë çon një grua deri tek tradhtia? Si e kuptove ti që kjo marrëdhënia që ti je tani kishte marr fund edhe kishte në zemrën tënde tani më kishte vend për dikë tjetër? Siç e thash, nuk është se kisha në mendjen time të krijoja diçka, okej, ndodhi papritur, por që si e kuptova sepse bashkëshorti tim kur jemi njohur me dashuri, ka qenë xheloz, gjithkohë ka qenë xheloz. Është tak tipi më i mbyllur, e kupton? Edhe unë isha mësuar, isha shumë e lirë, nuk më pëlqente fare kjo kufizimi. Po, flasi shfrenuar, kupton? Brenda normave. Por që okej, ishte fillimi atëherë, nuk është se ishte dhe dashuria, kupton? Nuk është se më bëni shumë çudi këto. Pastaj me kalimin e kohës filluan më bën shumë të tepruara xhelozi, domethënë. Se ne okej, goca jemi, dikush mund ngacmojë në rrugë dhe unë kam pas një zakon të keq, mund ta quaj, që unë i thoja gjithçka. Edhe para se të lidheshim ne kemi qenë shok, edhe ai di gjithçka për mua. A kupton, gjithçka. Se kemi qenë shok edhe ndahet çdo gjë me të. Edhe filloi pastaj se si goca na vin ftesa nëpër rrjetet sociale, filloi pastaj i kishte normal që kishte çdo kod timin dhe mos më bënte çudi, e kupton? Nuk më bënte çudi se s'kisha diçka për të fshehur. Okej, ndoshta dëgohet shpifur, mund ta them, që s'kisha diçka dhe ja, po kjo si jep të drejt për çdo gjë, po okej, unë lija të sigurohesh që t'isha i qetë. Nëse më vinte mua një ftesë, do ju kthente mesazhin ose do i bënte nga telefoni i tij ose do ju jepte numrat e telefonit çdo lloj mashkulli të mundshëm që mund bënte ftesë. Edhe do dyshonte, a ke gjë ti me gruan time? I shkruante atyre? Po.
Edhe kjo gjëja, domethënë, sidomos kur isha shtatzane, filloi po bë çik më tepër që un kam pasur shtatzani super të vështirë që s'kisha skapje telefonin, domethënë kam qenë në gjendje shumë të keqe, me pa fjalë edhe doktori më tha që mund ta hiqja fëmijën sepse kisha humbur dhe shumë kile, nejse. Edhe jo të merresha me butalliqe që nuk më shkonin ndërmend. Isha në atë fazën, isha okay atëherë, nuk është se më kish filluar ajo ftohtësia, ta themi. Edhe pastaj duke kaluar koha, pastaj kur vajti arriti djali të bëj 2 vjeç, aty domethënë kuptova që kishte mbaruar çdo gjë, nuk është se po ndjem më gjë, po më vështirosej dita ditës, po e kupton, ishte kjo pjesa që është djali i vogël, prit të rritet pak. Alesja, a jeni përpjekur ju të dy ndonjëherë që ta rregulloni këtë gjën, pra ti të flasësh gjërat që nuk të pëlqejnë, po flas me bashkëshortin. Gjërat që të bezdisin. Apo thjesht je ftohur edhe je larguar, distancuar avashavaj. Jo, nuk ka qenë ky qëllimi. Unë nuk e kam dashur gjithmonë familjen, nuk është se duhet hiqja dorë me gjën më të vogël, se besoj xha kuptohet që un kam kaq vite edhe përpjeket e akoma nuk kam darë, kupton? Ju keni 6 vite, se nuk e kemi thënë, ju keni 6 vite që jeni bashkë. Jo, 6 vite që është me të dashurin. Po pra, 6 vite me të dashurin. Kurse martes diku te 12 vjet. Le ta themi. Martes. Okej. Gjysma viteve që ti je martuar, njëkohësisht edhe e lidhur me dikë tjetër. Po, tamam. Edhe siç po thoja, domethënë aty kuptova që gjithçka kishte mbaruar, jemi përpjekur shumë, unë akoma më shumë, edhe ai nuk mund të them, po thoshte, okay, unë kështu jam, nuk ndryshoj dot, po unë nuk i heq dot këto gjërat në mendja, unë kam për një farë kohe kam qenë edhe në psikologe, ta shikoja si ta menaxhoja këtë gjë dhe kuptoj direkt dhe më tha që ndau, e kupton, ishte zgjidhja pa e menduar 2 herë. Edhe unë nuk doja të ndasha. Madje atëherë ndërpreva dhe po sepse djali është shumë i lidhur me babain e tij. Edhe unë kurse si nuk do doja që ta ndaja nga jati, nuk po më intereson asgjë vetja ime. Edhe pa u njohur me atë, e kisha vendosur dhe i vazhdoj i qëndroj të njëjtit mendim, nëse u ndajem një ditë, nuk kam për të martuar më kurrë. As me këtë që kam, edhe pse dua shumë, më do, nuk dua të, e kupton, nuk dua. Nuk doj që djali yt të ketë një figurë tjetër atërore ose mashkulli në jetën e tij, apo thjesht ti je gënjur nga martesa dhe nuk do që ta provosh më? Të dyja, po më shumë edhe unë, po pra edhe për djalin, e kupton? Edhe pse i dashurim djalin tim e do pafund, nuk ka ditë mos më kërkoj foto, video, e kupton? Edhe kur ka pas ditëlindje, ka blerë dhe dhurata, është shumë kështu. Madje ngjajnë edhe shumë, sa që unë nuk habitem shumë, nga thoja, nëse unë do ta kisha njohur para se të lindsja djalin, do mendoja se djali ishte 100% i tij, ai ngjan dhe shumë. Edhe në fizik disa gjëra, po në karakter është 100% është ai, nuk e di si është e mundur, madje një ditë si goca, aty në ChatGPT, po e diskutoja këtë gjë, edhe mi thash ditëlindjen e djalit, ditëlindjen e tij, domethënë edhe thoshte që mund të kesh qenë ja të birë në një jetë të mëparshme, por që ngjaj shumë për çdo gjë. Madje të jem duke folur telefon, ka rastisur të më thonë një muhabet të dy njëkohësisht. Domethënë ka qenë shumë e çuditshme. Djali sa vjeç është? Është 9 vjeç. Po shkon 9 vjeç. Është i rritur. Ti the që djali, se nuk duhet i futemi detajeve dhe absolutisht mos shkon asnjë detaj që ti nuk do, po ti me burrin tënd keni marrëdhënie të komplikuar, pra keni një marrëdhënie kështu të tensionuar që më thej që djali të thotë mami po ti pse nuk ndahesh? Po ndodh shpesh sado që të ruhesh, kupton, janë ca gjëra që nuk i mban dot. A nuk mendon për shembull që është më mirë? Madje mbrëmja tha. Djali. Më thot, mami ç'i doje, po është puna se ai është fëmijë, kupton, edhe e thot dhe në sy tat që mund ta mërzis kjo gjëja, e mërzit shumë zakonisht. Çfarë të E thot? thot, mami ç'i doje ti këtë? Më thot, mami ç'i doje ti këtë babi? Nuk është si ty. E kupton, jemi karaktere të ndryshme, e kupton?
Mami, pse nuk e le babin ti? E kupton? Kështu. Por derisa Okej, thotë unë- çuni, ndoshta nuk mendojnë që është më mirë që dhe çuni të rritet në një ambient të shëndetshëm dhe jo në një ambient që prindrit zihen çdo ditë. Sa i që ka në një farë Okej, ne mënyrë nuk- ta thotë edhe çuni. Po, shumë herë. Por që unë mendoj të rritet e pak, por që siç e thash, e theksoj shumë këtë pjesën se ndoshta paragjykohet kjo pjesa, ka gjë tjetër ta lëri, unë nuk ka lidhje fare ai, nëse unë ndahem një ditë, nuk ka lidhje fare i dashurim për këtë pjesën. Gjithë kjo sakrifica që ti nuk je lumtur çdo ditë të jetës tënde, edhe ndoshta e transmeton edhe ato frymën që t'jetë kështu pra ja vlen gjithë kjo, mua më duket sikur do ishte një opsion më i mirë për të gjithë në këtë histori, nëse ti do ndaheshe, nuk po them që duhet ta bësh, domethënë nëse ti je në thelbin. Ta kisha marrë për bazë kështu, domethënë mund ta dëgjoj me miliona herë në ditë këtë gjë, lëre, kupton? Po unë në kokën time kam krijuar diçka që kjo gjë do mbaroj kur unë ta shoh të arsyeshme, por që a është sakrificë përderisa unë, se fëmia ime është shumë i lumtur me tjatin e tij në kur janë atë botën e tyre, kupton? Është shumë i ngjitur, edhe nuk ka shans unë t'ja heq. Okej, ndoshta kështu e mendoj unë, por që ky është vendimi që unë kam A ke marrë. frikë? Frikë nga çfarë? Nga ndarja? Shiko. Okej, nuk mund të them që s'ka, se për neve që jetojmë jashtë është një arsye pak më ndryshe, por që kam edhe nga burim, se duke njoh karakterin e tij, edhe kam frikë se mos edhe këtë pjesën se mos bën diçka edhe nuk ka shans ai ta lër djalin. E kupton? E kuptoj, ke frikë E mos kam të ta menduar marrë. që e kisha, nuk e di se çfarë mund të bëj, se E kuptoj. në qoftë se këtu futet një tret në mes që unë siç e theksoj shumë herë këtë pjesë, nuk e di, dua ta bëj shumë qartë që nuk ka lidhje i dashurin për këto gjëra. Pas ke më Në shumë qoftë se frikë këtu- nëse do të kapte për shembull se Që do ishte më keq për ty Po. se sa thjesht të ndahesh. Po, nuk e di, unë thjesht kam këtë gjë në ide në kokë, siç thua thash, domethënë, kam këtë ide që kur të vi koha, do ta lë dhe pak. Kash. Po tani se si do ndodhi është gjithçka në dorë të fatit. Nuk e di si do veproja. Ti the, na ka thënë me mesazhe që i ke kapur edhe ti burrit tënd disa mesazhe tradhtie, por the nuk më kanë bërë fare Po. përshtypje dhe as se kam përmendur. Po, ka goxha kjo, se unë tashmë as nuk më bën çudit të prek telefonin me dorë, po ka goxha, por që okej, nuk më bën çudi. Edhe madje e kam thënë, sikur ta gjej ai atë arsyen për të ndarë të gjej ndonjë tjetër, unë do isha shumë e lodhur. Nuk më bën fare çudi kjo. Alicia, po pavarësisht se ti me të dashurin takohesh rregullisht edhe keni një raport normal, si të mos kishit, për shembull ti të mos kishe një jetë tjetër. Po me burrin, a keni kontakt fizik seksual? Po kemi, dua normal që kemi, se pastaj aty do dyshonte, jo se do kuptonte në një gjë, do kështu në një gjë tjetër. Jo se do kuptonte të vërtetën, dhe pse unë të vërtetën ja kam thënë me miliona herë në sy, nuk është se ja kam thënë që nuk ndjej, nuk kështu. Po gjithmonë është ajo, ka qenë ajo, po mundoh, se kështu, e kupton, më fal. Kemi shumë emocionale atë pjesën intime, nuk është vetëm fizike, siç ndoshta meshkujt mund ta shohin. Jam shumë e shtyrë, shumë. Është gjëja më e vështirë që mund të bëj. Por që, okej, nuk mund të them që se bëj, por që Moj. Bëjmë çik muhabet gocash tash. Prisa u bëm shumë emocionale ne sikur po bënim terapi. Prito gocë, mos më ka rastis ndonjëherë të flas me një gocë për shembull që flet me shumë sinqeritet dhe vlerësoj shumë Alesian që po flet kaq hapur që thot unë të dashurin tim e dua, po me burrin detyrohem të bëj marrëdhënie seksuale. Sepse është ky raporti. Po nuk e ndjej, thot shtirem shumë. Po tash për shembull e zem. Sot takove dashurin ti. Ndark vjen burri. Ku e gjej fuqinë? Ose si të vi, ose ma shpjegoj çik se tash do bëjmë çik se bëm shumë thellë muhabetin o grusë, tash goca jemi.
si, nuk e di, po nuk dua të kështu shumë të kjo pjesë. Okej, ka ndodh shpesh, por që ose ana shkaloj, ka pas më shumë të raste të Dhem koka, si shtemin e po të gjitha thememi, Alesia na dhem koka, dhem koka. Bëllë se të fik drita. Mam koka, s'është vështirë. Jo, shiko, është kjo pjesa që unë zakonisht kur takohem me atë, sidomos kur kemi kohë të rrim orë, nuk e di, domethënë kur vin që i ndajemi secili në rrugë të vet, domethënë, jam aq shumë e përgjumur që dua vetëm gjumë, nuk Je në pace, je në pace. Kjo gjithmonë pas një seksi të mirë, Alesia. Po jo, nuk është vetëm ajo. Nuk është vetëm ajo. Në përgjithësi, ose edhe kur takohemi edhe pak, domethënë, unë nuk e di, po sigur më ysh njëri. Po e gjete kush të ysh, kaloj herë tek ka. Më bë shumë përshtypje se meshkujt nuk mendoj dhe nuk mendoj që ka ekzistuar ndonjëherë që një mashkull ka tradhtuar për 6 vite rresht dhe se kanë kapur shumë shpejt femrat, se kanë shumë intuit, kanë shumë intuit. Po ti ke tradhtuar 6 vite këtë burrin që ke në shtëpi dhe më bën çudi shumica se ka, por domethënë shqyr në këtë pikë. As ke pasur frikë, si ke, domethënë ku dilni, si dilni. Sigurisht. Unë them bën një master class motor, futi dorë të mirë me lek, edhe knaqu. Pas historisë Alesias, ja thash Alesias, do na shkruajnë aq shumë goca që kanë bërë. Jam dhe unë. Aha, Alesia, si ke arritur masterclassi fillon tani? Nuk e di, ka ndodhur. Nuk e di, çfarë them ka ndodhur, shqyr zotit nuk jam ka. Mo shqyr, po ku takoheni për shembull që mendoni që synjeni një person të vend ose varet nga koha që kemi në dispozicion. Nëse kemi 2-3 orë kohë, domethënë, okay, mund të shkojmë te shtëpia e tij. Në qoftë se jam familjar shtëpi, sa jeton në familjen e tij. Edhe në lagje me kapuç, hyn kështu me kapuç që mos shohë njeri. Adrenalina, ë? Është shumë e bukur, gjithsesi për tesha ka se shumë e bukur. Qa din këto për tradhtin, Snapchati këtyre. Ja pra urdhë. Po prandaj pra i thash. Ajo pjesa e adrenalinës që të mban gjithmonë. E hedh kapuçën si për ti kur shkon në lagje aty, se mirë thot me Ilja. A fshihesh, a bën një maskë? Mund të vesh dhe bluzën e tij. S'ka, bluzet e tija janë gjysmat e bluzave e tija janë shpinë time. Absolutisht, jepja burrit i veshë. Uj, kam një dhuratë për ty. Do të shkonte, vishe pak. Jo. Ku i bleve? Ja dola bëra shopping, se ka filluar më pëlqen kështu baggy style. Se unë nuk marr asgjë seriozisht në jetë, që ti më parasysh. E di Megli se të një ka 2 vite tani, ha. Por ju nuk takoni asnjë në publik apo jo? Asnjë në publik, në kafe, në restorante, jo. Jo, do të thënë, mund të takohemi, po jo vetëm për vetëm, nëse jemi diku në shoqëri, okay, do të thënë për të humbur midis shoqërisë, por që vetëm për vetëm, jo. Ai fërkoni këmbët poshtë tavolinës kur në tavolinë. Jo, rinde dur për duar. Si do filmat që unë kam takuar 2 herë, s'kam shumë muhabet. Do ta shohësh kur dali episodi si çfarë fytyrë po bën Megli. E kam parasysh. Unë flas në shoqërinë e shokëve tanë të përbashkët që e din për marrëdhënien tonë, jo shokë që nuk e dinë, kupton? A e din shokët tuaj që ju jeni bashkë? Po rreth i ngushtë po patjetër. E di se kam shënuar emrin në telefon? Ha. Jeni kurioze? Jemi shumë kurioze. Jeta. Vetëm mungon ajo ime. Ja kam bërë emrin Jeta. Jeta. Po burri si e ka? Burri po. E kam çuar pa emër fare, deri pak para. Numër e kam burrin. Kisha atë sirenën e policisë atje, kurse tani ja kam heqë atë sirenën fare. Po çfarë ke? Është thjesht numër i paregjistruar. Ora kush është ky që merr mos më ça? Çi ka burri? Me atë. E kam me foto. Si sa zgjuti unë njerë që kur kam qenë e vogël që jam mundu të gënjej të shtëpis, i shënova një çuni emër gocë, më kapën direkt, as më zgjati pas 5 minuta. Kam përshtypjen. Ta them dhe këtë, unë ja shkruaj Jeta, po puna është se në pothuajse mbas si ta them, domethënë një pjesë të ditës që unë e di që nuk jam vetëm, domethënë unë ja fshi fare numrin. S'është nevoja se unë mbaj mend përmendësh tani.
Pra ti çdo Shumë ditë misterios. zgjohesh në mëngjes, i regjistron numrin, jeta, në mëngjes. vjen Ishte burri në ajo? shtëpi, e fshin numrin, deri në mëngjesin tjetër ja regjistron prap. Kjo është rutina jote çdo ditë. Ka nevojshme e ketë aket emrin jeta në telefon. Lëja moj modër plumbi. Vit. Të kalosh gjithë të stres, vërja jeta pacolla ti. Thuaj se kush më ngeli të më shkoj se çdo na i pun biznesi. Po sepse, shiko, sepse ka ndodhur raste domethënë që i ka hapa edhe emrat e gocave i ka marrë një, e kupton? Edhe jeta nuk të duket e dyshimt, jeta as pak Mu e kujtua, dyshimt. sepse ai e mirë të telefonin e kupton kështu fshehura si normal. Edhe i mirë të gjithë numrat e dyshimt i hidhen telefon dyre. Që ka pak i smur zemra, më fal për sinqeritetin, por ky që ka më Shumë. vërtet smur. Edhe ai të bëj një masterclass. Tamam. Se të marri robi telefonin edhe të futet se të ndërpreva, të futet në dhomë të kontrolloj telefonin, të marri numra të Gjeja si gjë. kur ti e ke një gjë. Prandaj unë e Women fshi. in Manfield. Ja pas Snapchat. Për gjithë çunat që tradhtojnë nëpërmjet Snapchatit, edhe do të dëgjojnë këtë episodin in your fucking faces, çunat mësoni të tradhtoni blog. Jo, këtë Snapi se kam hapur vetëm për ty me 200 pikë. Jo. Jo, nuk kemi, as ai se përdor as unë, nuk kemi. Jo timi jo, këta që na tregojnë neve historitë e pamanuale që thonë e tradhtova nëpërmjet Snapchatit. Pse tradhti quhet? Dhe më kapën. Se lirosh. Kishte marrë ky numrin, po e kupton ai e kuptovi që diçka nuk shkonte, se nuk e di kishte shkruar në Viber ai si fillim, dhe ai kishte parë foton e këtij timi në Viber. Edhe nuk i kthevi përgjigje. I kishte shkruar kush je, nuk e di, një pikë pyetje, nuk e di diçka e tillë, do të gënjej për këtë pjesë. Edhe më thot mua ky kështu, e thash mos, domethënë ç'a ndodhi? Edhe gjithsesi edhe tha ky duhet bëjmë diçka patjetër që në telefonin tim përgjigjet i gocë. Dhe po këtë gjë e goca lëmadhe ishte në punë, ishte shumë larg. Sa ka bërë, o zot, nuk e di, i më ikën ato nerva tani, që isha zënë, se më kujto kjo. Ha ça bëri Ka ky? ikur, ka marrë telefonin e tij, ka shkuar te puna e shoqes time, i ka dhënë asaj telefonin, e ka mbajt ajo telefonin e tij gjithë ditën, edhe sa herë mirte ai në telefon, ajo ja jepte një shoqes tjetër, e kupton se zërin tim e shoqes do ta njifte. E kupton gjithë ditën, edhe më thoni më i goca, a mund të dyshoj të kaj rob që mbajti shoqja ime gjithë ditën telefonin? Jo, me motor. Ai që ka Tani ai shumë pro që e ka, edhe nëse dhe ai pa kapshëm do të jetë. Shimegli e kapi me. po. Shit se me Shiko, thot tani ti do thuash në gjë, se ato e shoqës, po jo, s'ka shanse. S'ka gjë thjesht jam unë me probleme motor, nuk e ti, unë nuk i besoj as vetes time me shku deri në jemi atje. kështu, jemi... Ai shkonte gjithë ditën, nuk, domethënë edhe ai E, ti që akoma ka E merret disa herë, Jo, e merret disa herë në telefon. e merte. Bel tipi E merte, po e merte me postor. privat. Shiko, ai e merte, po e merte me privat. E kupton? Edhe ky nuk është se kishte diçka tjetër të dyshonte. Edhe Më po dhe ky sa pa punë. kështu. Klasa 9 mori mrapsh. Sa pa punë. Të gjithë kohës, domethënë thuhet 31 thuri, formon numrin, ça drejtë a punon ky? Do bëj një super deklarat, bashkëshorti yt e ka manifestuar tradhtin, domethënë që në gjenezë, në Zanafill. Po pra sa i Ai duhet. atë ka dashur, po sa ka dashur të ndjej diçka, ka thënë o vlla, ti më tradhton. Ore nuk të tradhtoj. Ai duket me E ka vërtet kështu menduar sikur e pret që të ndodhi kjo gjë, ja. Që të Jo, ndahet ai. Shiko. Anti mendoj për shembull që nëse një ditë larg qoftë e kap, thotë e dia unë se e dia shumë tradhtoje ti, ndërkohë që ai ka bërë kësaj shumë kohë përpara si gjë, e Po me kupton? atë po merr me fare nëse ai që ka më fal se po e them disa herë se një rob që bën këto sjellje që thotë. thotë Edhe mëngjes drejt darkë. domethënë kështu rob i fiksuar, i smur. Ai si duket në fillim mund këtë pas ndaj nga këto të vetat edhe i ka projektuar te ty, ndoshta mendoj. Po se gjithmonë këta që tradhtojnë janë ata që Po, që mendojnë që edhe po tradhton edhe kjo. Po, edhe ta kanë zgjidhur, Po. domethënë, edhe se nga që Nëse- ka bë vet. Nëse burdo. dyshon tani, ai ka plotësisht të drejtë, domethënë se okay, unë shtirem, por kjo domethënë se shtirem 1000%, se sa do shtiresh valla. Si Mendon ndonjë asaj. ndonjëherë fundin ose si e mendon, a e mendon që do zgjasi kjo gjëja? Do sa ka 6 vite, ka xa Moj ti femër, thashë Xhesi unë? po të xhasi. fal, e ka Lesja emrin. Gjak thell. Nuk e di, nuk e imagjinoj dot që kjo gjë do mbaroj ndonjëherë, edhe nuk e mendoj do të jetën time pa ta. Kaq ditë.
Unë ndafsh sa më shpejt nga burri. Tash të thoja me atë se kisha. Nga burri më shpirt se ti me dashurinë edhe për zemërsinë që flet për të dashurinë është po nëse se po ti futemi asaj ndahu sepse po sakrifikon lumturinë tënde, ti bën llogaritjen e fëmijës përpara vetes tënde dhe ne nuk kemi nëna asnjëra që ta dinim. Është emision tjetër. Emision tjetër, është dalin nga Buze Show. Emision tjetër. Po me vërtet unë të uroj shumë që të gjesh zgjidhjen për më të mirën tënde edhe të fëmijës tënd në këtë histori, sepse lutem bëj kujdes. Është Jo, Bëj kujdes, po, bëj shumë kujdes. Unë kënaqja shumë me këtë bisedën dhe shumë faleminderit që ndave me ne. Thank you. Sepse Një ta thash edhe më faleminderit përpara shumë. që ka shumë goca që mund të gjenden në këpucët e tua, po asnjëra nuk Ka vullnetin që e tregoj vullnetin që ta edhe tregoj. e di që ishte pak e vështirë për ty. Por ishte shumë. thank you që ndave me ne. Në vogël, se ndoshta duket e kështu. Domethënë gjithmonë e kam pas këtë pjesën, edhe atia ja them shumë shpesh. Këtë pjesën që më duket sikur i marr gjithë rinin e tia, kupton? Se nuk është se ne kemi ndonjë të ardhmë bashkë, kupton? Ne kemi sqaruar këtë gjë. Prandaj të them ndahun e po. Ti e ke nda. Secili bën zgjedhjet e tij në jetë, në mos ti në një tjetër do ja merrte. Po të paktën ndoshta do përfundonte me të, po ja kam sqaruar shumë herë këtë pjesën, Por derisa ti ja ke bërë të qartë, kur ti ja bën të qartë një njeriu edhe ai vazhdon edhe zgjedh të rrije, nuk është Po më thot, unë e kam gjithë botën time, kështu që nuk më duhet gjë tjetër. Gjithë bota jemi dy. Si ka thënë, si është përgjigjja e tij kur ti thua që nuk dua të marr rinin? Pra sepse ju i keni thënë njëri tjetër që nuk keni të ardhmë bashkë dhe e dini, po qëndrimi aty kush është përgjigja? Po më ka thënë që nuk më ke marrë asnjë gjë, përderisa unë jam në rregull, jam këtu me ty, se nëse do ishte diçka, unë nuk do isha me ty. Edhe nuk kam asnjë gjë, thjesht është ajo pjesa që ne nuk bashkëjetojmë, se ne jemi pothuajse Po juve flisni për të ardhmen? Domethënë për të ardhmen, kur ju të dy flisni për të ardhmen, çfarë, domethënë si flisni për të ardhmen? Çfarë do ndodhi apo thjesht nuk e prekni këtë gjë? Nuk është se e prekim këtë gjë, thjesht okay, me shaka mund të kaloj ndonjëherë kjo. Domethënë në hera e fundit i thash, ishte një histori që thash ndronu nazat, si erdhi muhabeti për një çift që njihni. E kupton? Edhe ishte pjesa tha, po ne kur do i ndrojmë nazat, dhe unë që i bëra skip ndrova bisedë. Tani kam një pyetje, ai do që ta ketë të gjë me ty në të ardhmen apo nuk të ushtron presion, nuk do as vet? Kam qenë shumë me qartë, siç u thash ju, ja thash edhe atia. Ja kam thënë më saktë gjatë tjetër dhe nuk është se ka pjesë, me ka prekur këtë pjesë. Prekjet e tija kanë qenë vetëm këto, jo siç e thash këtë pjesë në unazës, ka qenë dhe kjo kur do bëjmë një bebë, e kupton këto gjërat kështu, po jo në gjë Të voglat. Të voglat fare. Unë më erdhi kjo pyetje, por nuk doja ta bëja se është shumë intime dhe thash, domethënë ka thënë ai, a do bëjmë një bebë? Po jo, shiko, e ka thënë shaka e sipër se nuk shaka. E kemi vazhduar si bisedë, më kishte thënë që nuk kishte shans që unë domethënë të ndodh te kjo gjëja edhe për atë që ke në shtëpi, po edhe më shumë për mua se nuk do mbaja unë do të larg fëmijën tim këtë. A e vërtet po. Shiko, motor e ke një fëmijë që po do të bëhen dy probleme. Jo po s'dua ta ndaj njërin nga babai, jo po s'dua ta ndaj tjetrin. Nuk kapi një sakolli. Sa kollaj kemi ne moja Lesja të flasim nga këtu, po zemra jote ndoshta e din sa heavy është, sa e rëndë është ndonjëherë, po. Është fani ta marrësh ndonjëherë kështu. Është bukur, domethënë. Kush? Ta marrim kështu pra që Ta marrim të qeshur, False. Jo ti Me pak lajthita. Po, unë e mora me të qeshur dhe erdha ti tregoja këtë pjesën e lumturisë, se ti ishte për të qarë, kaloja ande na Dalina. Po, po ti rovsh gëzuar. E di që të kënaqshme, të bën të harrosh gjithë hallet. Që mos e ftoht. Është e bukur kjo, se ja, diferencën e tha Lesja, tha, nuk qava këtu, se këtu si jemi për qarë, ne këtu është... Jemi për qa vetë, moj motor, po ti, unë
për disë të punë kemi, dalë në barë pasyrë, si mund t'ja dalë edhe sot, Goca, duhet të bëjmë një grevë që Dalina të na pagoj botoksin, se vallaj vetëm atë qeshrat jemi bërë këto rrudhat e mimit. Rrudhat janë bërë nga qeshra, po shifje mund të barku se mos janë vërtu. Jo, janë bërë pal vallaj këto kohë të fundit. Po s'e ke stërvit mirë pra. Po dhe ne si ty jemi, po këta thamë bërë. Ajo stërvitet. Ti stërvitesh sa stërvitet sot Po ditë. Xhefi Okej, goca, do ta fikse. Paçem. Faleminderit. Të puthim shumë, të përqaputhim. Ciao. Na fshi numrin mos harron. Do ju marr juve i pastaj. Ska që se i flasur. Goca. Ju përqapoj. Paçem edhe ne. O Megli. Ta mbrojt më femër, numër femre. Ti dalë në një nga regjia, ti bida mlaja. 6 vite janë shumë më gotë. Shumë ja, se ne kemi një gjë se e marrë me të qeshur kështu, po kur bëhet fjalë që traton një mashkull, e shajm, ça nuk e bëjmë. Kur traton një femër, justifikojmë qeshim. Po tani do ta kryqëzonim se Jo. secili ka ato arsyet e veta. Për më tepër, unë thash Fal. A ke gjuna e i mashkull që thot nuk e lej dot gruan se kam frikë. Nuk e ke gjuna e thot, o goca ju mora në telefon, unë e tradhtoj gruan, po kam frikë të ndahem, se ajo ku me di qa mbën. Nuk ndodh. Zgjedhjesh, ato tradhtojnë për shumë. Kurse femrat e kanë pak më të komplikuar. E di kush është e çuditshmja, është që kur një mashkull tradhton, ai duket sepse ndryshon komplet. Sjellja, po. Sjellja ndryshon. Ai, domethënë ti mund të mos e ngrej më telefonin, ka orare të çuditshme, vjen më vonë në shtëpi dhe ti fillon të dyshon. Intuita jote dhe ti fillon të dyshon. Por ama kur tradhton një femër, asgjë në rutinën e saj nuk ndryshon. Ajo njësoj është në shtëpi, të buzëqesh, fillon të bën për të ngrënë. Domethënë nuk ka asnjë ndryshim, rutina është e njëjta. Dhe po ishe ti PS e kap. Vetëm se në për qoftë ndryshe se për shembull ndodh që ajo mund ta ketë lënë vetëm pas dore sepse ti nuk i ke kushtuar vëmendje dhe fillon zbukurohet, fillon e mban veten me nur. Kujdeset pak më shumë për veten që mund të lulëzoj. Burrat kur tradhtojnë nga adrenalina kryesisht, ndërsa gocat dhe gratë janë ato që tradhtojnë për anën emocionale. Po. Unë mendoj që kur meshkujt tradhtojnë, nuk kemi pse a falim, po ndoshta kur femrat tradhtojnë ka një arsye më të madhe, ekziston gjithmonë një arsye. Unë mendoj që nëse femra tradhtojnë nuk do t'i falet, do që ti tikësh. Absolutisht, nëse femra tradhton, është thjesht momenti që do të kapet. Po se ka një gjë, për shembull, nëse një femër tradhton dhe kapet, burri ja fal apo e ndan. Se gjithmonë kur burrat tradhtojnë ka gocat gratë që pranojnë. Është ajo pyetja kur ti kap burrin duke tradhtu, ajo femra, domethënë e pyet a e do? Që ta di a ka mbaru marrëdhënia, a e do ato ndajemi, mashkulli pyet a ke kry marrëdhënie me ta. Nëse përkohesh. A kupton, mashkulli ka pyetje seksuale, sa herë? Sa herë ke taku? Ai ishte më mirë. A ke qenë me mua, masi ke qenë me atë? Është gjithçka fizike. Për meshkujt. Fizike. Ne çfarë kemi, a e do? Por ajo çfarë kuptojmë dhe nga telefonata është që kur një femër do që tradhtia të mos i merret vesh, ti nuk e për ta marrë vesh kurrë. Se siç ka thënë Mateo, femra fuçi tani shishe, po jo çuna si ne. E të më përshtypje mua që ky çuni ka rënë dakord me faktin që këta s'do kenë kurrë të ardhme dhe prapë ka vazhduar. A mendoni që ka një tjetër? Jo, s'mendoj që ka një tjetër, nuk mendoj fare. Unë mendoj që ai është i dashuruar pas kësaj. Si duket e çuditshme të ketë një tjetër? Po se s'mendoj se janë 6 vite, ai ka qenë 22 që në moshën më rinore dhe 22-23 i kulmi i rinis, që mund të kesh të dashura, ku di unë, sa do duash, po marr. Ku di më s'ka patur, se Alesia e beson verbërisht, po tani po bëj avokatin e djallit unë.
Po një person që merr atë, ku diun, të shën nga puna e vet, puna e shoqës, Po, ja për telefonin gjithë ditën ta bëj ai. Do hynte këtyre halleve thjesht ndaj, ja kupton se është halli i madh të merresh me një grua të martuar, në rast se burri të kap ose ai ka marrë përsipër rrezikun. Prindërit aty ishin të ndarë, të divorcuar, dhe ai ndoshta këtë alesën e shis shpotim që okay, unë do kem të marrëdhënie me këtë, unë do martohem asnjëherë me këtë. E kam thënë si shpotim që kam si marrëdhënie. Shpotim do thoya se lidhje traumatike. Po traumatike patjetër, por kam thënë si shpotim nga ajo gjë që shiko se do të martohem unë, mund të ndahem si prindërit e mi, ose mund të kem ditë të gjëra. Edhe 28 vjeç. Po 28 po. Prandaj më duhet pak të bashkë, 6 vite të rinis kanë qenë bashkë dhe kjo tregon që ai unë mendoj që po sa ndar këto vite do ndahen më në këtë pikë. Varet në çfarë faze tjetër e ka njoh, varet edhe se si kanë bë klik gjërat, unë nuk mendoj që ka tjetër personalisht. Shko, që tani unë uroj, ja thash Alesia se të jenë bashkë dhe të zgjidhin këtë situatën në të mirën e tyre, po unë nuk mendoj që nuk do vi një moment që do ndahen nëse Alesia vendosë të mos ndahet nga burri. Pra, ajo tha, dhe po ndava nga burri, prap nuk do kem lidhjen publike me këtë djalin prap. Prap nuk do përfundojmë bashkë, prap do jem vetë ose fshehur. Sa është dashuria më, sa e komplikuar është. Ne mund të themi shumë gjëra, po për aq kohë asnjëra nga ne nuk ka qenë në atë pozitë. Nuk ka qenë martuar e lidhur ose ka tradhtuar atëherë, ose ka fëmijë, ose çfarë dush ti. Ne gjithmonë ne dyja. Ne në këtë koltuk vetëm opinion japim se. Ne po. Kush jemi ne? Kush jemi ne? Po çfarë ne ta, Jesi? Ka fjalën time tani. Se ke thënë këto ko. Rafa e thënë, me mend në kokë dhe këmbë në tokë, ose jo. Shihemi në episodin e radhës. Subscribe, follow dhe Spotify. Ándale.